Goethe kishte këtë, është pak a shumë si për kufizim. Jeta u përket atyre që jetojnë, ata që janë gjallë pra kanë këtë që është jetë, dhurat që është dhënë, që është jetë. Dhe ata që jetojnë duhet të jenë të përgatitur për ndryshim. Të jetosh do të thotë të ndryshosh. Ndoshta e keni dëgjuar këtë. Rritja është një mundësi, është opsionale. Jo domosdoshmërisht nëse je duke ndryshuar, je duke u rritur, por je i mençur se çfarë zgjedh të bësh, të ndryshosh apo të rritesh. Ndoshta edhe këtë e keni dëgjuar, Zot më jep paqen për të pranuar gjërat që s'mund t'i ndryshoj. Kurajën për të ndryshuar ato që mundem dhe urtësinë për të bërë dallimin mes këtyre të dyjave. Dhe James tha që e përdoren tek ato që janë të alkoolizuar, kur mblidhen është si lutje e tyre. Në fakt nuk është ai burimi, mendoj që ka burimin më herët një teolog i krishterë, si thua ishte si lutje e qetësisë, si më thon. Kjo ishte pastaj pak interesante. Mendoj që të rinjt do ta pëlqejnë. Jam duke ndryshuar disa gjëra në jetën time. Nëse nuk do të dëgjosh prej meje, ti je një prej tyre. Po mundom të heq nga lista. Nuk është shumë e këndshme, po. Ishte interesante. C.S. Lewis ka diçka të tillë në lidhje me ndryshimin. A nuk është e çuditshme si ditë pas dite, asgjë nuk ndryshon. Po kur ti shikon pas, sheh që çdo gjë është ndryshe. Ne nuk mund ndryshojmë botën nëse nuk ndryshojmë veten tonë. Ishte një tjetër. Dhe çfarë është, si thosh, prap një thonjë e cila ka edhe të mirën edhe të keqen brenda. Ndonjëherë gjërat që s'mund t'i ndryshojmë, na ndryshojnë neve. Ne po u luftojmë që ta ndryshojmë dhe bëhemi si ajo, domethënë kjo është mendoj kuptimi negativ. Le të flasim lidhje me shoqërinë tonë. Mendoj që është diçka që të paktën edhe në partitë politike e përdorin. Koha për ndryshim, ne jemi ndryshimi, rilindja, është koha për rilindja jemi ne. Gjëra të tilla, ne flasim si shoqëri lidhje me ndryshimin. Edhe cilat janë disa gjëra që njerëzit pak a shumë bien dakord që duhet ndryshojnë në shoqëri. Okej? Nëse do të hapni lajmet, mendoj që është e qartë që duket nga çfarë vjen, nga shoqëria që ligjet duhet ndryshojnë, disa ligje duhet ndryshojnë, nuk janë në rregull. Po bëhet shumë diskutim lidhje me arsimin, se si arsimi si thua ka marrë tatpjetën, edhe është diçka që duhet të ndryshojë, duhet vënë në si thua në binar. Ka shumë gjëra për të cilët njerëzit flasin që duhet të ndryshojnë. Por pyetja është shpirtërore dhe është personale. Në lidhje me jetën tonë shpirtërore, çfarë mendoni ju që duhet të ndryshoni? Në fakt do flasim për një ndryshim i cili është flitet në Bibël. Edhe është që ndryshim rrënjësor. Ashtu siç Bibla e quan lindje përsëri, kthim në besim, si thua je duke ikur këtej dhe kthehesh. Këtë e quajmë kthim në besim ose conversion që e quajnë në anglisht. Dhe të flasim për këtë sot. Por le të bëjmë një si thosh kthim mbrapa dhe të shikojmë çfarë kemi qenë duke parë. Jemi në serinë e verës dhe jemi duke parë një antar i shëndetshëm i një kishe të shëndetshme. Cilat janë karakteristikat e këtij antari? Edhe kemi parë në fakt edhe nga Romakët, seria që kemi qenë duke studiuar para se të hyjmë në serinë e verës, situatën në të cilën njeriu ndodhet. Okej. Nëse kemi diçka të përbashkët, kur ne lindim, është që të gjithë jemi mëkatarë. Të gjithë lindim të tillë. Të gjithë jemi në fakt në armiqësi me Perëndin. Të gjithë ne nuk kërkojmë Perëndin, thot shkrimi. Megjithse e njohim Perëndin, megjithse i dim dekretet e tij, thot tek Romakëve apostulli Paul, ne zgjedhim të bëjnë ato që janë kundra dekretit të tij. Madje miratojmë, thot shkrimi, edhe ata që i bëjnë
të tilla gjëra. Dhe do vazhdoj më vonë në serinë dhe thot çfarë njeriu i mirë që jam. Kush do të më shpëtojë mua nga kjo gjendje? Dhe ky është pikërisht ndryshimi që të cilën ne kemi nevojë. Kemi nevojë për një ndryshim rrënjësor. Ky ndryshim rrënjësor, Grudem e përkufizon, Wayne Grudem është një teolog, e përkufizon në mënyrë të tillë. Është përgjigja e vullnetshme ndaj thirrjes së Ungjillit që përfshin pendimin e sinqertë nga mëkati dhe vendosjen e besimit në Krishtin Jezus për shpëtim. Pra edhe një herë, përgjigja e vullnetshme ndaj thirrjes së Ungjillit që përfshin pendimin e sinqertë nga mëkati dhe vendosjen e besimit në Krishtin Jezus për shpëtim. Dhe kemi parë, pyetja është, a është i mundshëm ky ndryshim? Pra gjithë secili prej nesh pas ka nevojë për këtë ndryshim, por a është i mundshëm? Kemi parë një nga karakteristikat e antarit të shëndetshëm, të një kishe të shëndetshme, është sepse kupton në mënyrë ashtu siç Bibla ofron Ungjillin, ndërsa mundohet ta jetojë Ungjillin, e kupton në mënyrë biblike. Dhe kemi parë rrën e kaluar se çfarë është Ungjilli. Nëse vëlla Striti ndau lidhje me Ungjillin kemi parë dhe kemi parë që lajmi i mirë është, nëse ne jemi mëkatar, nëse ne kemi nevojë për ndryshim, për këtë ndryshim rrënjësor, fryma e Perëndis e bën të mundur këtë lloj ndryshimi. Fryma e Perëndis nëpërmjet lajmit të mirë, Ungjillit, të cilën na është dhënë dhe ka të bëjë me birin e Perëndis, Jezu Krishtin, për faljen e mëkateve tona. Ky ndryshim rrënjësor është i mundshëm, vëllezër dhe motra. Por çfarë do të shohim sot? Do të shohim që një antar kishe i shëndetshëm është ai i cili ka pësuar një ndryshim rrënjësor. Kthimin nga mëkati tek Krishti Jezus. Pra një antar kishe i shëndetshëm është ai i cili ka pësuar një ndryshim rrënjësor, kthimin nga mëkati tek Krishti Jezus. Dhe mund të jetë situata e tillë që ndoshta ju nuk jeni ndoshta as i krishterë sot, dhe ndoshta nuk jeni akoma antar i kishës hirit ose i kishe diku tjetër, por për juve do të shpjegojmë se çfarë, si ndodh ky ndryshim, çfarë përfshin ky ndryshim. Dhe janë dy gjëra që do të shohim sot, dy pyetje të cilave do t'ju përgjigjemi. Çfarë përfshin ky ndryshim? Ky ndryshim rrënjësor, kjo lindje përsëri. Dhe pyetja tjetër që do t'i përgjigjemi është si ndodh ky ndryshim. Le të shikojmë pyetjen e parë. Teksti që kemi për sot është nga Ungjilli sipas Gjonit, ju ftoj që ta hapni, te kapitulli 3, vargjet 1 deri në 15. Të rinjt tashmë kanë kaluar, janë duke studiuar nga Ungjilli sipas Gjonit. Por dy të ngrëna s'të bëjnë keq. Kështu që le të ham edhe sot nga Ungjilli sipas Gjonit. Okej? E keni hapur? Do të lexoj vargjet 1 deri në 15. Ky është teksti jon. Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 3 vargjet 1 deri në 15. Midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një kre i judejve. Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: Mësues, ne e dim se ti je mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, nëse Perëndia nuk është me të. Jezusi ju përgjigj dhe i tha: Në të vërtetë po të them, se nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndis. Nikodemi i tha: Si mund të lind një njeri kur është plak? A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lind? Jezusi u përgjigj: Në të vërtetë po të them, se kush nuk lind nga uji dhe nga fryma, ai nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Çka lindur nga mishi është mish dhe çka lindur nga fryma është frym. Mos u mrekullo që të thash duhet të lindni përsëri. Era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por nuk e di nga vjen dhe ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që është lindur nga fryma.
Nikodemi u përgjigj dhe i tha, si mund të ndodhin këto gjëra? Jezusi u përgjigj dhe i tha, ti je një mësues në Izrael dhe nuk i ditë këto? Në të vërtet, unë të them, ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që kemi parë, dhe ju nuk e pranoni dëshminë tonë. Në qoftë se ju kanë folur për gjëra toksore dhe ju nuk besoni, si do të besoni nëse ju flas për gjëra qiellore? Dhe askush nuk ngjit në qiell përveç atij që zbriti nga qielli, pra biri të njeriut që është në qiell. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti gjarpin në shkretir, kështu duhet të ngrihet lart biri i njeriut, që të gjithë që besojnë në të, të mos humbasin, por të kenë jetën e përjetshme. Amen. Ungjilli i Gjonit është ungjilli i fundit që u shkruajt. U shkruajt rreth viteve 95 pas Krishtit, dhe Gjoni ishte dishepulli i vetëm që kishte ngelur akoma gjallë, në fakt të gjithë ishin martirizuar. Dhe për shkak sepse është ungjilli i fundit, po ta vini re është edhe ungjill ndryshe. Domethënë nuk është tre ungjille të tjerë kanë shumë gjëra të përbashkëta, ungjilli sipas Gjonit është pak ndryshe. Dhe arsyeja pse është ndryshe është sepse si thosh ka kaluar kjo kohë dhe ajo çfarë po mundohet t'i ofrojë atyre që do ta lexojnë është e menduar mjaft mirë. Ka kaluar një kohë mjaft e gjatë, rreth 60 vjet, dhe Gjoni ka pasur mundësinë që ti mendoj, për ku jemi, domethënë cila është situata. Ungjilli sipas Gjonit ju kujtohet fillon me kush është fjala dhe vazhdon pastaj për atë që do dëshmonte për fjalën, i cili ishte Gjon Pakzori, dhe ju kujtohet, po duhet ta përmend këtë sepse ka lidhje me Nikodemin, ju kujtohet se kush vajti në shkretir për ta pyetur Gjon Pakzorin se kush je? Okej, judejt dërguan disa prithëri dhe levit për të pyetur, na thuaj se kush je? A je ti Krishti? Ai pohoi dhe tha, nuk jam. A je ti Elia? Nuk jam. A je ti profeti? Jam zëri i atij që thret në shkretir, përgatisni rrugën për Krishtin, për atë që po vjen. Dhe kthehen, nuk morën një përgjigje, si thuash, po çfarë t'ju themi aty që na dërguan dhe ishin pikërisht farisejt. Dhe këtu ndalemi, kush janë farisejt? Një prej të cilëve ishte dhe Nikodemi, që lexojmë nga shkrimi. Nikodemi, midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një kre i judejve. Tre gjëra që mund dini rreth Nikodemit është që është farise, që do thotë, qëllimi i tyre ishte mjaft i mirë, okay? Pavarësisht se si ishin kthyer ata. Ata përkushtonin jetën e tyre për studiuar ligjin e Perëndis, gjithë jetën e tyre derisa të jetonin. Amen. Gjë e mrekullueshme. Në këtë e kishin përkushtuar jetën. Edhe Gjili ndërsa po vinim tha, që ti jesh muzikant duhet të jesh aristokrat, që ti kushtosh kohën, që kesh mundësi, mos e ul kokën Gjil. Ideja ishte këtu që, domethënë, në një moment kur ne nuk kemi kohë, fillojmë bëjmë pak përtac me gjëra që duhet, si thua, përmirësohemi, edhe pak a shumë me muzikën po diskutonin. Por kjo ishte ideja edhe me këta, që të ishin studiues të fjalës, duhet ishin aristokrat, dhe Nikodemi ishte njëri i pasur. Ju kujtohet çfarë solli kur Jezusi vdiq dhe e varrosën? 100 litra mirë për zjerje e mirës? Vetëm një njeri i pasur mund ta sillte një sasi të tillë. Gjëja e tretë që duhet dini rreth Nikodemit është që ishte kre i judejve. Dhe kjo në fakt është shumë e rëndësishme, sepse ishin vetëm 70 krerë në Sanhedrinin që ishte, si thosh, gjykata supreme e judejve, okay? Gjykata supreme të cilët nuk ishte dhënë nga Perëndia, ata kishin zgjedhur një diçka të tillë që me kalimin e kohë, me pushtimin roman në fakt i kishte rënë pak, si thua, vlera, sepse nuk mund të ushtronin atë çfarë donin të ushtronin, por ishin 70 prej tyre dhe diçka e re ndoshta që mund ta dëgjoni, një nga detyrat kryesore të Sanhedrinit ishin të shikonin lidhje me profetët e rrem, sepse po prisnin ardhin e Mesias. Kush do ishte Mesia? Prandaj dërguan tek Gjon Pakzori për të pyetur kush je? Pra një nga detyrat e tyre ishte që domethënë të shikonin profetët dhe të shqyrtonin nëse ishin profet të vërtet apo të rrem. Nikodemi ishte një prej tyre. Njëri
mendoj me njohuri të mëdha në shkrimin e asaj, me pushtet të madh, i cili shkon tek Krishti. Dhe shkon natën. Nuk do t'i hyj pse shkon natën, mund të jenë pak a shumë keni dëgjuar, domethënë për shkak të frikës, në fakt e cila fillon të ushtrohet më vonë te kapitulli 7, siç mund ta shihni, mund ta lexoni te kapitulli 7, por ndoshta edhe donte një kohë kur ishte i qetë me Jezusin për diskutuar, për shkak sepse Jezusi ndiqej nga turmat. Nuk mund të kishte kohë që të bisedonte shtruar me Krishtin, Nikodemi. Kështu që zgjodhi këtë kohë në cilën si thua kishte rënë qetësia dhe kishte një mundësi që të fliste një me një, të kishte një bisedë më të qetë. Kjo është pak a shumë tabloja e asaj çfarë po ndodh. Çfarë përfshin ndryshimi të cilën ne kemi nevojë? Është pikërisht në këtë kapitull, është mjaft i njohur. Duhet të lindim përsëri, i thot Krishti Nikodemit. Okej. Do të shohim dy gjëra se çfarë si thua ky ndryshim rrënjësor nuk është, dhe pastaj do të shohim çfarë është. Ky ndryshim nuk është thjesht Ky ndryshim nuk është thjesht njohuri. Nuk është si thuash çfarë unë di rreth Krishtit. Okej? Nuk është pranim mendor, okej. Sepse çfarë po ndodh? Nikodemi shkon dhe dëshmon për Krishtin pikërisht tek vargu 2 dhe thot, mësues. Tash mësues është fjalë e madhe, okay? Nuk është Nikodemi ishte mësues, po barazon, si thuash, një niveli Nikodemit në shoqërinë izraelite dhe po i thot, ti je një mësues. E di këtë, e pranoj sepse je mësues i ardhur nga Perëndia, pse? Sepse askush nuk mund të bëjë shenja që bën ti, në qoftë se Perëndia nuk është me të. Cila ishte pritshmëria e Nikodemit? Si thoshte, Jezusi thoshte, e ke gjetur, i ke rënë kokës Nikodem, pikërisht kjo është. Jo. Nuk ka të bëjë se kush ti mendon se kush unë jam. Kjo nuk është e mjaftueshme. Kjo nuk është një ndryshim rrënjësor. Okej, është ndryshim, domethënë çdo njohuri që ne marrim lidhje nga fjala e Zotit dhe nga Bibla, si thuash, është ndryshim, por nuk është ndryshimi rrënjësor për të cilën flitet në Bibël. Dhe çfarë i thot Jezusi Nikodemit? Jo, nuk është kjo. Nikodem, ti ke nevojë të lindesh përsëri. Kjo është çfarë ti ke nevojë. Ndryshimi rrënjësor nuk është sepse ti kuptove se kush unë jam. Ti duhet jo thjesht ta kuptosh, të pranosh, por të besosh në atë që unë jam, të cilën do ta shohim më vonë, në mënyrë që të pësosh këtë ndryshim rrënjësor. Pra ky ndryshim rrënjësor nuk është thjesht një pranim mendor. Shumë njerëz mendojnë që, si thosh, e kanë kapur ungjillin, e njohin ungjillin, kanë marrë atë çfarë është nevojshme, ndryshimin, marrëdhënien me Perëndin. Jo, nëse po mendoni në mënyrë të tillë, jeni duke menduar gabim. Nuk është kjo çfarë Jezusi thotë. Ju keni nevojë të lindni përsëri. Ky ndryshim nuk janë thjesht vendimet për të jetuar një jetë moralshme. Ashtu siç vjen Nikodemi me statusin e tij përpara Krishtit. Nëse tham që ata i përkushtoheshin gjithë jetën e tyre për studiuar shkrimin, pra farisejt, jo vetëm që duhet ta studionin, okay? Pra edhe duhet ta jetonin. Ishin njerëz moralshëm, është e qartë, ishin njerëz moralshëm. Nuk mund t'i kapje. Shoqëria në atë kohë nuk arrinte t'i kapje sepse ishin njerëz mjaft të moralshëm.
por ashtu si që Jezusi, si thuash më voni përballë, ju jeni varre të lyra nga jashtë, por jeni bloz nga brenda, jeni të nxirr nga brenda. Me këtë status vjen Nikodemi, dhe në fakt të jetuarit i një jetë të tillë të moralshëm, a është ndryshimi rrënjësor për cilin Biblia flet, për cilin Krishti po flet këtu? Jo. Në qoftë se ju mendoni që po jetoni një jetë të moralshme dhe kjo ju bën juve, si thuash, ju jep juve të drejtën që të keni një marrëdhënie me Perëndin ose të paraqiteni para Perëndis si të drejtë, prap po mendoni gabim. Ky nuk është ndryshimi rrënjësor për të cilën flet Krishti në këtë pasazh. Ju duhet të lindni përsëri, ashtu siç Nikodemi. Nikodem, nuk ka rëndësi çfarë ti thua për mua, ti duhet lindesh përsëri. Nikodem, nuk ka rëndësi çfarë ti jeton, sepse jeta që po jeton nuk është për shkak të drejtësisë së Perëndis, është për shkak të drejtësisë që ti ofron, e cila është si rrobë e pisët përpara Perëndis, thot shkrimi. Këto janë çfarë ky ndryshim thelbësor, rrënjësor nuk është. Por çfarë është? Ky ndryshim rrënjësor ka të bëjë me dy gjëra. Me pendimin dhe me besimin. Përfshin këto të dyja, të cilat janë bashkë. Nuk mundi ndash. Është pendimi dhe besimi. Nga çfarë duhet të pendohemi? Okej. Le të referohemi pasazhit, domethënë në fund të pasazhit që lexuam. Krishti referohet historisë së Mojsiut. Për ata që nuk e dinë çfarë ndodhi është izraelitët, si thuash ishin fëmijë kalamaj çarraman, të cilët nuk po rriteshin dot, dhe gjatë gjithë kohës po ankoheshin përpara Perëndis. Duke i thënë, ky ushqim nuk bën. Po pse na largove nga Egjipti, pse na solli në këtë shkretir që të vdesim të gjithë këtë tu, dhe filluan dhe rebeluan ndaj Perëndis dhe ndaj Mojsiut. Dhe është pikërisht kur Perëndia në zemërimin e tij dërgoi gjarpri helmues, të cilët filluan të pickonin izraelitët dhe filluan të vdisnin për shkak të pickimeve. Çfarë ndodhi është që ata menjëherë u penduan dhe thanë, Mojsi, kemi rebeluar, kemi mëkatuar ndaj Perëndis dhe ndaj teje. Bëj diçka. Dhe Perëndia i tha Mojsiut, "Okej, bëj një gjarpër prej bronzi, ngrije lart dhe thuaj popullit Izraelit, kushdo që shikon te ky gjarpër kur pickohet nga gjarpri, do të shërohet, nuk do të vdes." Është pak a shumë një paralelizëm i asaj çfarë Krishti, në fakt Krishti po i referohet asaj çfarë do ndodh me atë më vonë, por është ky paralelizmi. Pse solla këtë? Çfarë po ndodh? Derisa ishte studiues i fjalës Perëndis, jam i sigurt që Nikodemi e kishte mjaft qartë këtë pasazh. Dhe aty flitet edhe për mëkatin, aty flitet edhe për pendimin e kombit Izraelit, aty flitet edhe se çfarë duhet bëjnë, në çfarë duhet besojnë në mënyrë që shpëtojnë. Duhet shikonin te ky gjarpër i bronzë i cili ishte ngritur lart. Atëherë çfarë përfshin ky ndryshim rrënjësor për cilin po flasim? Çfarë është pendimi? Çfarë është besimi? Pendimi është një pikëllim i zemrës për mëkatin, thot Grudem, prap, i referohet Grudem gjatë gjithë kësaj kohe në lidhje domethënë për kufizimet, më falni. Pendimi është një pikëllim i zemrës për mëkatin, të hequrit dorë prej tij, dhe një përkushtim i sinqert për ta braktisur atë dhe për të ecur në bindje ndaj Krishtit. Një pikëllim i zemrës për mëkatin. Ju kujtohet çfarë ndodhi kur Pietri predikoi ditën e rrëshajave? U te shpua zemra e tyre, thot. Mendoj që nuk flitet shumë për këtë fjalë, okay? Flitet për pendimin, anashkalohet te shpimi, nuk flitet shumë. Mendoj që është fillesa, gjeneza e pendimit.
Në qoftë se nuk të shpohet zemra jonë në lidhje me mëkatin, në qoftë se nuk pikëllohemi me çfarë po ndodh, kur kemi kuptuar se çfarë kemi bërë ndaj Perëndisë së Shenjtë, që mëkati jonë e ka thyer Perëndin, jemi bërë armiq ndaj Perëndisë, nuk mund të fillojë pendimi. Nuk mund të fillojë ky ndryshim thelbësor, rrënjësor për cilin flet Krishti. Duhet të shpohet zemra jonë. Duhet vajtojmë për mëkatin tonë. Ashtu siç profetët ju thonin, her pas here, Jeremia është quajtur profeti i vajtimit, sepse vajtonte për mëkatin e Izraelit. Por pyetja është e drejtë për drejtë, për gjithë secilin prej nesh. A ka qenë një moment kur ju keni ndalur, ndërsa keni kuptuar se cili është mëkati në zemrën tuaj, keni ndalur para Perëndisë, sepse është të shpuar zemra juaj dhe jeni pikëlluar në zemrën tuaj dhe keni kërkuar Perëndin të bëjë diçka rreth mëkatit tuaj? Në qoftë se keni ecur thjesht duke menduar që mëkati është armiqësi me Perëndin, por nuk keni bërë asgjë rreth mëkatit, mendoj që ndryshimi rrënjësor nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Për mua ishte kollajshme, nuk duhet pendohesha për mëkatin. Sepse po kërkoja falje përpara Perëndisë për mëkatin, kisha bërë mëkat. Njerëzit për ndalë cilëve kisha mëkatuar nuk, si thua, më jepnin falje. Si do gjeja falje? Lavdi Perëndisë, i cili jep faljen. Por ishte situata ime, nuk është të thonë që tjetë e tillë situata juaj. Pra nuk është çfarë unë kam përjetuar tjetë e një llojt për juve, por e një llojt për neve është kjo. Në qoftë se nuk jemi pikëlluar nga mëkati, për mëkatin, në zemrën tonë, ky ndryshim rrënjësor për cilën Bibla flet, që quhen lindje përsëri, duhet ta shqyrtoni zemrën nëse ka ndodhur apo jo. Është për gjithë secilin për ju ta shqyrtoni zemrën. Pendimi nuk është thjesht të vi keq dhe të mos bësh asgjë. Pra të vi keq dhe të mos bësh asgjë. Nuk është diçka e tillë. Duhet bësh diçka. Duhet pendohesh. Më pëlqen Zakaria, i cili dha gjysmën e pasurisë. Ishte i pasur dha gjysmën e pasurisë, ishte krye ta gramblesi, do thotë që ishte krye i urryeri nga judejt, sepse ju mblidhte taksat, por kur kuptoi çfarë ishte ungjilli, çfarë bëri? Tha do t'i jap gjysmën e pasurisë. Dhe nëse ka dikush, është dikush ndaj cilit kam mëkatuar duke i marrë më tepër se sa duhet, do t'ja kthej 4 fish. Kjo është. Jo thjesht të vjen keq, por bën diçka. E ju inkurajoj në fakt, nëse keni diçka që është duke ndodhur në jetën tuaj, që mund të jetë një mëkat, ndaj të cilit si thuash jeni pikëlluar, është e shpuar zemra juaj, mos qëndroni aty. Bëni diçka. Kërkoni një Perëndis t'ju jap forcën që duhet për ta bërë, për të bërë diçka. Besimi. Pendimi dhe besimi thash shkojnë bashkë. Ky ndryshim rrënjësor ka 2 pjesë. Pendimi, besimi. Okej, kthehem nga mëkati. Dhe kjo është çfarë ndodh në fakt. Okej. Për ata që ishin tek konferenca e barive, ishte një nga folësit foli për veten e tij, lidhje kur ai u boi krishter, domethënë gjithë jetën përpara se të ishte mëkatar e mbushte me gjëra që ishin mëkatshme. Dhe në momentin që u boi krishter, kuptoi që nuk mund të bënte, domethënë kishte shumë kohë, që i cili i ngele në dispozicion dhe nuk po dinte se çfarë të bënte. Dhe është pikërisht çfarë duhet të bëjmë. Pra, në momentin që kthehemi nga mëkati, me çfarë duhet ta mbushim? Në fakt, te kush kthehemi fillimisht? Kthehemi tek personi i Jezus Krishtit. Ishte mjaft e qartë nga mënyra se si u ofrua ungjilli, domethënë çfarë është ungjilli javën e kaluar. Ka të bëjë me besimin. Me besimin
dhe Gruden prap e përkufizon kështu. Çfarë është besimi? Besimi shpëtues, okay? I shton besimi shpëtues. Ai lloj besimi i cili na shpëton nga mëkati. Besimi shpëtues është të zonit besë Jezu Krishtit si person i gjallë. Okay? Person i gjallë, me cilin ju keni marrëdhënie personale. Për faljen e mëkateve dhe për jetë të përjetshme me Perëndin. Ashtu siç Krishti tha, që të gjithë që besojnë në të mos humbasin, por të kenë jetën e përjetshme. Nuk do ndalem shumë tek besimi. Mendoj kemi folur shumë gjatë gjithë kësaj kohe, por është diçka të cilët, si thua, dua ta theksoj edhe një herë. Ndërsa ky ndryshim rrënjësor ka këto dy pjesë, ka pendimin dhe besimin. Këto pjesë shikoni si të lidhura bashkë. Këto dy pjesë nuk mund të ndahen. Duhet të pendohemi dhe të besojmë te Krishti për faljen e mëkateve tona. Vetëm te Krishti. Dhe diçka tjetër që dua të shtoj, a është kjo, si thua, është një eksperiencë e cila ndodh vetëm një herë në jetën tonë? Domethënë, ndërsa flasim për ndryshimin rrënjësor, po, vetëm një herë. Domethënë, jemi të shpëtuar, po në lidhje me pendimin dhe besimin, është diçka e cila vazhdon gjithë ditët e jetës sonë. Çdo ditë kemi nevojë të pendohemi. Çdo ditë kemi nevojë të kthehemi te Krishti për faljen e mëkateve tona. Çdo ditë. Si thosh, janë shoqërues, janë ato bashk udhëtarët tanë të cilët na shoqërojnë. I kemi aty, janë dhuratë nga Perëndia. Amen. Si ndodh ky ndryshim? Kemi parë çfarë përfshin ky ndryshim? Kemi parë që nuk është thjesht njohuri, pranim mendor, nuk është jetë e moralshme që jetojmë përpara Perëndis, me cilën vim përpara Tij, por është pendim dhe besim. Dhe tash do të shohim si ndodh ky ndryshim. A bëjmë ne gjithçka rreth kësaj? Mund të jetë një pyetje. Apo ne nuk duhet bëjmë asnjë gjë rreth kësaj? Mund të jetë pyetja tjetër. Çfarë thot Bibla rreth kësaj? Pra, bëjmë ne gjithçka, ne nuk bëjmë asgjë rreth kësaj? Cila është përgjigjja e gabuar? Cila është përgjigjja e drejtë? Ose kemi folur që çdo fe në botë predikon vetë shpëtimin me anë të veprave. Krishterimi nuk predikon këtë. Pra nëse fetë të tjera predikojnë që njeriu duhet shkojë tek Perëndia, Krishterimi predikon që Perëndia erdhi tek njeriu për shkak sepse njeriu nuk mund të bënte asnjë gjë në atë gjendje në cilën ai ishte. Këtu fillon sfida pak tash. Bibla thotë se ky ndryshim ka të bëjë me ndryshimin e zemrës tonë. Okej? Ne njohim Perëndin, ne jemi krijuar në imazhin e Tij, ne domethënë u krijuam për t'i dhënë lavdi Atij, ne ram për shkak të mëkatit. Ne nuk mund t'i japim më lavdi Perëndis, cili është problemi? Pse nuk mund të bëjmë gjërat e drejta, e të duhura përpara Perëndis? Është për shkak të mëkatit, është çështje e zemrës. Çështje e karakterit e cila karakterizohet nga zemra. Ne nuk mund ta duam Perëndin dhe t'i bindemi Atij me zemrën e gurt, e lexuam, të cilën e quan Ezekieli. Zemrën e vjetër, zemrën mëkatare që kemi. Ne kemi nevojë për një zemër të re. Ne kemi nevojë të lindim përsëri. Okej, nëse ti referohen pak pasazhet, siç e keni, domethënë siç Genci e ka thonë, pasazhet ne po mundohemi, nuk është si thua do bëjmë një predikim, domethënë duke e shpalosur gjerësisht se çfarë pasazhi thotë. Nuk është kjo ideja për këtë serinë e versh. Duam të kuptojmë domethënë disa koncepte për të cilat ato siç e kemi thënë që çfarë beson një antar i shëndetshëm në një kishë të shëndetshme, dhe kjo është
pikërisht me ndryshimin. Por çfarë dua të them është çfarë po ndodh me Nikodemin, domethënë Nikodemi vjen pra si njeri i moralshëm dhe si njeri i cili ka dijeni, por që nuk i bëjnë punë, nuk i hyn në punë. Jezusi thot ti duhet të lindesh përsëri. Arsyeja pse ndodh ky keq kuptim, domethënë kur Nikodemi thot si mund ndodh kjo, si mund të futem unë jam i vjetër. Domethënë është për shkak të fjalës. Domethënë janë nga ato fjalë me dy kuptime, të cilat i kemi gjerësisht në shqip dhe të cilën mund të shkaktojnë keq kuptime. Cili është keq kuptimi që krijohet këtu? Pra, nga kuptimi i fjalës është e qartë që duhet një ndryshim rrënjësor. Por ai i ka të dyja kuptimet, pra edhe një ndryshim nga fillimi, si thua, ka tre kuptime. Ndryshim nga fillimi që të rilind, domethënë të lindësh rishtazi, që është kuptimi që merr Nikodemi, por është edhe një lindje prej së larti, vepër e Perëndis, por është edhe një kuptim i lindjes, si thuash, rrënjësore. Domethënë duhet një ndryshim rrënjësor, Nikodem po thot Krishti. Dhe Nikodemi humbet, si thuash, e thot, si mund ndodh kjo? E kupton pra që duhet një ndryshim rrënjësor, sepse i bie që unë, burri vjetër, thot Nikodemi, duhet hy në barkun e nënës që të rilindë edhe një herë. Por si mund ndodh kjo? Dhe thuash, si thuash, ka humbur. Ka humbur. Arsyeja pse nuk e kupton, domethënë është e qartë. Arsyeja pse ne nuk e kemi kuptuar është e qartë. Për shkak të zemrës që ne kemi. Zemra jon është e gurt. Ne na duhet një zemër e re. Por kjo është komplet vepër e Perëndis. Ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë rreth kësaj. Ne nuk mund të ndryshojmë zemrën tonë. Ne nuk mund të transformojmë mendjen tonë. Ne nuk mund t'i përgjigjemi Perëndis me zemrën e vjetër që kemi. Dhe gjëja e parë që ndodh është Perëndia ndryshon zemrën. Ai na jep një zemër të re. Dhe kemi parë çfarë ishte premtuar. Tek Ezekieli, jam i sigurt që Nikodemi prap i dinte mjaft mirë pasazhet. Që po t'i kthehem, domethënë e lexoa në fillim të shërbesës, por pak a shumë për ju që nuk ishin në fillim, domethënë janë disa vargje që flasin, disa kapituj që flasin për çfarë Perëndia do premtonte. Që ishte do t'ishte zemrën, do t'i lante me ujë të pastër pa pastërtitë e tyre, do t'ishte zemrën e gurtë dhe do t'i jepte një zemër të re, po pse? Në mënyrë që të ndiqnin dekretin e Perëndis, urdhërimet e tij, thot shkrimi. Është Perëndia që na lind përsëri. Në qoftë se kthimi në besim, ky ndryshim rrënjësor për cilën po flasim, e keni menduar si diçka që ne e bëjmë dhe jo Perëndia, atëherë e keni keq kuptuar. Pra pyetja që ishte në fillim, a duhet bëjmë ne gjithçka? Përgjigjja është jo. Nuk mundemi, sepse ne nuk mundemi ndryshojmë zemrën tonë. Kthimi në besim, patjetër që përfshin në procesin e kthimit, pra vendimin ton të vetëdijshëm për atë që po bëjmë. Okej, e kërkon këtë. Ashtu si paraqiteni përpara pastorit derisa po martoni ndoshta dhe për ata që janë martuar dhe kërkon që të thotë po, dua. Ashtu e njëjta gjë përpara Krishtit, Perëndi dua të të ndjek ty. Pra përfshin këtë, përfshin një vendim. Nuk është e thënë që duhet thuhet me zë të lartë, por është një vendim të cilën ju e merrni në zemrën tuaj. Përfshin gjithashtu një përkushtim tonin. Edhe ky është një vendim të cilin ne marrim që do të përkushtohemi në këtë. Perëndia është i mirë. Perëndia më ka dashur sa ka dhënë birin e tij, të vetëm lindurin, që unë të mund të jetoj. Si mund të mos i përgjigjem kësaj thirrjet Perëndis? Perëndi, unë dua të përkushtohem ty. Edhe është një vendim të cilin ne, si thua, e kemi marrë. Dhe përfshin pra, ky proces, ky ndryshim rrënjësor, përfshin disa gjëra që ne duhet të bëjmë. Ne nuk mund të qëndrojmë pasiv, domethënë.
Nëse më pyesni që nëse unë e kuptoj të gjithë këtë nga ana këtë doktrinë, domethënë duhet të jemi përullur mjaft për të thënë që nuk e kuptoj. Se si veprojnë këto të dyja bashkë. Që Perëndia bën dhe që ne duhet përgjigjemi se si rrin këto të dyja bashkë, nuk e kuptoj akoma. Është mister. Por di që nuk mund ta dua Perëndin me një zemër të vjetër dhe që më duhet një zemër e re. Kuptoj që kam nevojë për këtë ndryshim rrënjësor për cilën flet Krishti, për cilën i drejtohet Krishti Nikodemit. Ti duhet të lindesh përsëri. Pendimi dhe besimi janë dhurata të Perëndisë. Kthimi ynë në besim, ndryshimi ynë rrënjësor, ndodh vetëm për shkak të hirit të Perëndisë. Amen? Amen që nuk varet nga neve, Që varet nga Perëndia i cili është besnik. Ai e ka premtuar dhe ai nuk luan lodra, Ai është besnik. Ai e ka përmbushur. Në kohën e dur, ai dërgoi atë që do të bënte si thua shklyerjen e mëkateve për neve. Krishtin Jezus. Amen. Kemi parë pra që kemi nevojë të gjithë prej nesh, të cilë kemi lindur, që jetojmë ashtu siç Gëtja tha, përgatiteni për ndryshim. Nëse jetoni, duhet keni qartë këtë që do të keni nevojë për ndryshim. Po përflasim për ndryshimin rrënjësor për cilën flet Krishti në këtë pasazh. Të lindim përsëri. Dhe jam i qartë që tashmë disa prej jush janë të lindur përsëri. Amen. Disa prej jush të cilën nuk e di në çfarë situate jeni me Krishtin, domethënë kjo është thirrje për juve. Dëgjoni çfarë një nga puritanët, John Owen, se si e përshkruan ai përgjigjen e besimit personal ndaj ftesës së Krishtit. Dëgjoni çfarë thotë. Kjo është fjala e cila ju flet juve tani. Fjala e Krishtit. Pse do të vdisnit? Pse do të shkatërroheshit? Pse nuk keni dëmshuri për shpirtrat tuaj? A do të munden zemrat tuaja të qëndrojnë, apo duart tuaja të jenë të forta në ditën e zemërimit që po afrohet? Shikoni tek unë, është Krishti që po flet. Dhe shpëtohuni. Ejani tek unë dhe do t'ju lehtësoj nga të gjitha mëkatet, shqetësimet, frikrat, barrat dhe do t'ju jap pushim shpirtrave tuaj. Ejani, unë po ju përgjërohem. Është Krishti që po flet. Lini më njanë zvarritjet, të gjitha vonesat. Mos më largoni më, mos më shtyni më. Përjetësia që ndron pas dere. Është ftesa nga zbulesa, nëse e keni qartë, domethënë kur Krishti qëndron pas dere dhe troket në zemrën tuaj. Mos më urreni aq sa më mirë të shkatërroheshit, sesa të pranonit çlirimin prej meje. Këto dhe të tilla të ngjashme me to po njofton, po shpall, po lut dhe po nxit pa pushim Zoti Jezus mbi shpirtrat e mëkatarëve, thot Owen. Ai e bën këtë me anë të shpalljes së fjalës së tij. Si të ishte në praninë tuaj, në mesin tuaj, duke folur personalisht me secilin prej jush.